13 nëntor. Mos e ngurtësoni zemrën. Dhe për cilët bëri be se nuk do të hyni në prehjen e tij, veç se për ata që qenë të pabindur. Dhe ne shohim se ata nuk mundën të hynë për shkak të mosbesimit. Hebrejve 3:18-19. Edhe pse populli i Zotit i pa ujërat e detit të kuq të ndaheshin dhe eci përmes detit në tokë të thatë, në çastin kur i kapi etja, zemrat e tyre u ngurtësuan kundër Perëndis dhe nuk patën besim se ai do të kujdesej për ta. Populli murmuriti kundër Perëndis dhe thanë se jeta në Egjipt ishte më e mirë. Libri i Hebrejve u shkrua që të parandaloj këtë lloj qëndrimi. O, sa shumë nga ata që kanë emrin të krishter rjetojnë një fillim me Perëndin. Ata dëgjojnë se mëkatet e tyre mund të falen dhe se mund t'i shpëtojnë ferit dhe të shkojnë në qiell. Këta njerëz thonë, çfarë kam për të humbur? Do të besoj. Por pas një jave apo muaji, pas një viti ose 10 vitesh, vjen sprova. Një stin pa ujë në shkretëtir. Mana ju vjen në majtë të hundës. Krejt papritur shfaqet një lakmi në rritje për kënaqësitë kalimtare të Egjiptit, siç thotë edhe numrat 11:5-6. Nuk i harojmë peshqit që hanin falas në Egjipt, kastravecët, pjeprat, presht, qepët dhe hudhrat. Por tani e tërë qenja jon ka shtëruar, para syve ta nuk ka asgjë tjetër veç kësaj mane. Është e tmerrshme të jesh në një gjendje të tillë. Të shohësh se nuk ke më interes për Krishtin dhe fjalën e tij, për lutjen dhe adhurimin, për misionin dhe për të jetuarit për lavdinë e Perëndis. Ti shohësh të gjitha kënaqësitë kalimtare të kësaj bote si më tërheqëse se gjërat e frymës. Nëse kjo është situata jote, të përgjërohem që të dëgjosh frymën e shenjtë të këtë flet në këtë tekst. Ata nuk mundën të hynë për shkak të mosbesimit. Vërja veshin fjalës së Perëndis. Mos e ngurtëso zemrën. Ruaju nga mashtrimi i mëkatit. Mendo për Jezusin, apostullin dhe kryepriftin e rrëfimit ton të madh, dhe mbahu fort në sigurinë dhe shpresën tënde tek ai. Dhe nëse kur nuk e ke pasur një fillim me Perëndin, atëherë vendose shpresën tënde tek ai. Largohu nga mëkati dhe të mbështeturit te vetja, dhe vendose sigurinë tënde në një shpëtimtar të madh. Këto gjëra janë shkruar që ti të mund të besosh, të durosh dhe të jetosh.